Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala man wala, wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimet e kanë Allahut, paqja e lavdërimit i tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Jemi ke tema e 30, babul bai'a, tema e beslidhjes apo besa apo premtimit ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dihet që një grup i madh prej sahabëve të cilët kur pranuan Islamin apo burrave dhe grave i jepnin besën pejgamberit alayhis salatu wassalam për disa veprime ose më thënë ndryshe për të qëndruar në fen Allahut azza wa jall fort dhe duke mos hyrë në gjuna të mëdha apo haram të mëdha si quhet ndryshe. Allahu thotë në Kur'anin Kerim: innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah, dhe ata cilët të japin besën ty, me të vërtetë i kanë dhënë besën Allahut subhanahu wa taala. Në hadithin e Abdullah ibn Amrit, qala ja Umayyah bint Ruqayyah, ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Umayyah bint Ruqayyah, tek i dërguari Allahut dhe tha: tubayyi'uhu ala al-islam, të japin besën atij për islamin. Faqal, dhe thot: ubayyi'uki ala an la tushrik billahi shay'an, të jap besën ty sepse nuk do t'i bësh shok Zotit në adhurim. Wala tasriqi, nuk do të vjedhësh. Wala tazni, nuk do të bësh zina, immoralitet. Wala taqtuli waladak, nuk do të vrasësh fëmijën tënd. Wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu bayna yadayka wa rijlayka, dhe nuk do të vish me fjalë dhe gënjeshtra dhe shpifje. Wala tanuhi, dhe nuk do të qash ose do të mash zi me zë, duke uluritur apo goditur veten në kështu me radhë. Wala tabarruji tabarruj al-jahiliyati al-ula, dhe nuk do të zbulohesh, pra do të heqësh mbulesën dhe xhapin si në kohën e ignorancës, pra kur gratë para islamit zhvisheshin, zbukuroheshin, lidhin zinxhir të këmbë që tërhiqnin vëmendjen e burrave. Pra ky është një hadith i qartë për këto veprime që besimtarët asaj kohe ja dhanë besën pejgamberit alayhis salatu wassalam për këto gjëra që nuk do t'i bëjnë kurrë ato. Edhe transmetohet në një hadith tjetër ku thuhet anhu Abdullah ibn Amr ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusafihu an-nisa fil bay'a, pra pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ja jepte dorën grave kur jepnin besën profetit alayhis salatu wassalam dhe premtonin se ato do ta ndiqnin rrugën dhe porositë e tij alayhis salatu wassalam. Në hadithin tjetër në shenjë respekti dhe dashurie për pejgamberin alayhis salatu wassalam, hadithi Umran ibn Husajnit, thoshte ma masistu farji bi yamini mundhu bay'atu biha Rasulullah. Pra nga dashuria dhe respekti që kishin për pejgamberin alayhis salatu wassalam, thot Umran ibn Husajnin që nuk e kam prekur organin tim gjenital me dorën e djathtë për çka kur ja kam dhënë dorën pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra e transmeton këtë hadith një grup i dietarëve dhe është hadith i saktë në rrugën e transmetimit. Kanë ardhur hadithe të tjera të ngjashme si hadithi i Ibn Umerit, hadithi Auf bin Malikit e shumë të tjerë, të cilat tregojnë për besën që e ka dhënë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj edhe neve si besimtarë sot, edhe mbas vdekjes së tij alayhis salatu wassalam, mbas 1400 vjetësh, leja të japim premtimin dhe besën pejgamberit alayhis salatu wassalam që nuk do të bëjmë shok Allahut në adhurim, nuk do të bëjmë zina, nuk do të vjedhim, nuk do të kthejmë kufit e Zotit subhanahu wa taala, dhe lutim Allahun azza wa jall të na falë gjunat dhe gabimet, dhe na bëj për atyre që ndjekin rrugën e tij deri në fundin e kësaj bote dhe deri në fundin kur t'i japim shpirtin Zotit subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.